pozitiviteti, energjia e mirë, dashuria, mbizotrojnë, e dallojmë edhe në vendin e punës nga ekipa, nga njerëz të cilët agjerojnë, edhe pikërisht është ky sensibilizimi dhe mesazhi kryesor i këtij muaji. Po sigurisht aroma Ramazanit ndjehet edhe para se të vijë Ramazani. Lerëm ta shkruajmë në të, sepse është muaj i veçantë, nga 12 muaj që i ka kriju Allahu prej kur ka kriju qiejtë dhe tokën, një e ka bë më të veçantë. E ky është muaj i bekuar, muaj Ramazan, dhe njeriu në jetën e kësaj bote ka qëllime të shumta, por ka edhe një qëllim final, e që është të rregulloj raportet me krijuesin para se të rregulloj raportet me krijesat. Dhe ka një qëllim që të arrijë kënaqësinë e Zotit edhe të arrijë xhenetin, parajsën të cilën e synon çdo njeri prej nesh. Dhe muaji në të cilin jemi i shërben shumë këtij qëllimit final që kemi ne besimtarët muslimanë.